Tuneli Llogaras është një aferë per se korruptive. Do me thënë, një kompani shqiptare shumë dinjitoze ka garuar në tender, e ka fituar, ja kanë anulluar, e ka fituar 140 milion euro. Pas janë bërë takime në Ankara, ju hoq tenderi Gjoka SHPK me presion. Me presion. Uri tenderua... I cili ofroi 140 milion euro. Po, i cili ofroi 140 milion euro. Uri tenderua për 190 milion euro me kursin e sotëm dhe një procedurë e para përgatitur e merr Intercar ASL, kombinim turk. Tuneli Llogaras, i konsideruar si një nga vepat më të mëdha infrastrukturore në Shqipëri, është kthyer në simbolin e keq menaxhimit për dyshime për korrupsion, me një kosto që ka kaluar 260 milion euro. Projekti është ndërtuar për të ndihmuar turizmin, por ka përfunduar si një barë e rëndë për taksapaguesit. Pavarësisht u përrua me pompozitet në korrik të vitit 2024, tuneli u mbyll vetëm pas 3 muajsh për vazhdim punimesh me premtimin për vendosje sensorësh dhe sinjalistik. Ende sot ai mbetet jashtë funksioni, ndërsa autoritetet flasin për rihapjen e undshme me tarifë kalimi me 5 euro për automitet, duke rritur kostot për qytetarët. Ndërtimi i tunelit është shoqëruar me procedura tenderimit të kontestuara, përfshirë zgjedhjen e konsorciumit turk pa garë reale dhe kontrata nërkontraktuese të dyshimta. Raportet e kontrollit të lartë të shtetit kanë evidentuar shtesa të pajustifikueshme buxhetore dhe mungesë transparence. Hetimet e SPA kanë zbuluar lidhje të drejtpërdrejta mes fituesve të tenderave dhe ish zyrtarëve të autoritetit rrugor shqiptar, të përfshirë në afera korruptive dhe pastrim parash. Për më tepër, ndërtimi i tunelit ka sjellë dëme serioze në parkun natyror të Llogaras, duke hedhur inerte në mënyrë të pakontrolluar dhe duke shkaktuar ekosistemin lokal. Tuneli, që duhet të ishte motori fuqishëm për turizmin, mbetet një plagë e hapur me financat publike dhe në natyrën shqiptare.